Kanë, qysh? Kanë mbi vlerësojnë krejt. Kanë mbi vlerësojnë krejt. Unë menoj që mbi vlerësojnë Arbana Osmanin. Krejt. Po. Menoj që Hepsi po vazhdojnë si çdo herë me Mega Spinner, produkti më i ri, sonte po juftoj edhe juve me provu. Sani duke na shiku neve, porositni produktin Mega Spinner në Heps. Delivery free. Zdia e dini, delivery free do me thonë nuk përnolit deri kur e ka nërmen delivery free, veç në Heps ndodhin këto sene. Baba jem për këto sene. Kështu që mos e leni me ju ik kjo mundësi, porositni delivery free. E ma vonë në fund të emisionit kena me ongër edhe na bashk Mega Spinner. Ti e provova, a? Po jo e posh. Si faj. Krejt për lavdojnë edhe unë e me zisë përpres me anis, po i ngroti a me hongër, a me föl. Me föl. Në telefona, pa telefona. Pro, me hongër edhe na bashk Mega Spinner se ish super produkt që e ka pru Hepsi. E ka vërtetu edhe Santi. Edhe unë e kësa i besoj. Kështu që për herë të parë në Kosovë, e se cili produkt ma i mirë se tjetëri zdin qka me zgjedh. Me zgjedh. Me zgjedh ma për para. Zgjedhu. Heps, we love you. E na, këtu me Santin edhe me Shëndritin kena me bo ka një telefonat. Unë e për ta bëj ty një herë. Mu po ma bon. Po. Kush ko me më thirë? Hajtë një gazetar për të thërë ka. Shëndrit? Për të thirë në telefon, një gazetar edhe për të thëtë. Se këto a diskutu ma herët, po e diskutojnë prapë. Është për folë në media që e ko në pushime bashkë me Bia Kalifën. Qysh që ndrën e vërtet, a? Dhe qaj të... Pushime? Po. Qaj o dhe? Qka e të thomë, bre, se së besoj. As po më besan, a me sa thak, sa i besoj. Me në që andrej pytje të ne. Që edhe zilin e kam pak ma ndyshe, ta gazetarë të tire. Në farë zile e përzime me të policisë. Në me ndimë shpejt. Alo. Mirë Roma. Qifte edhe Roma. Alloj, se dita asë kushia, salo po prezentu mirë, vëç di që ashtu pizonit, po menej që kime ma tesh pak. Ho, gazetare! E, jam e ty du na më silë mirë. Se je femën. Po, i kum ledzu, valla, dhe une edhe ketë familja i kena ledzu. Po. Ajo në të vërteta. E qyshe ke, a ke shkrujt janë na i kolegi joti? Ti s'pas ke shkrujt. E që të më këshin thira ta mu me në vetë që tash, shumë ma mirë i shkoni kësha thonë, qitë ne, po, më se bënin pushime. Ko kanë taku dikon? Bijen e këm postë në emision, shumë një qike mirë, muhabetin e ka shku super mirë, më ka respektu ka orë në emision, edhe kur mo se këm po prej emisionit. Se dhe ajo jeton dikun jashtë për mdo këtë. Edhe mas emisionit kemi shku, si zakonisht që shkojmë me ketë mësafit me pi kafe, edhe ajo e ka qitë në TikTok një farseni, po unë e fort TikTokit nuk i ri gati, edhe aty diçka sugar daddy, normal që i ka bo qika për klikime, unë e daddy jëm veç, unë jem sherbet daddy. Po, që e njena i femën që i ko kushtet e mira, mu bo sugar mama, unë e pranoj, po, vallojnë, që ka thonë, Sabri Fizullo, hyrje gurumel, jo hyrje zero, dolje gurumel. Kishe kena hargjime shumë, s'ka më ne vakë më bo sugar daddy, kërkujna. Edhe kur më njetën temë se kun po. Kështu që nuk ka të bëj me kur farë pushimi, jem konë në 900 për Bajram, në Londër koncert, me nëzë jem këthy, pushimet për mu janë në shtator. E Bia Kalifën e kam shoqe, prej emisionit në kam e të shumë një muhabet i mirë, tjerë që ka menojnë, që ka s'menojnë nuk e di, veç unë e kur shkojmë pushim, shkoj me qikën tem, me vajzën tem, mu i me shku, edhe me naj shoqe, po jo me Bijen. Natën e mirë. Që shkjerë Santiona se kështë të thonë tiftë në birë, po jo, se ko ke qike mirë. Hajde, qao. Fola dhe Shëndritin, a një Shëndritin? Kolegi, kam. Që edhe kjo për thotë natën e mirë. E zgota pak, po, vetë po mi bëni.
Unë e kam nevoj... Pse nuk unë besove? Ha? Pse e kope letrën e Jo, këshyra pse me mu nume duk, që pse e mu ndronë, duk, ha? mos është në lidhje, jo veç kësha e në lidhje me Bia Kalifën. Tash mos e keni bo dhe ma shumë, tash është për fol në media që e konë në përshim. Okej. A bëshit qëtu shkollë në erë? A o duk që të shkya jo? Jo. Ma original, po njës që jam jasë kjo. Shëndrit! Sot në telefon të thirë dikush dhe të qetë përball një sfidë. Përball një sfide. Ky person të thotë, përmendi 3 persona publik, njonin që e respekton shumë, njonin që e nënvlerëson, dhe njonin që si pas teje e mbi vlerësojnë krejt. Hajde të shojmë qysh po përgjigjesh. Njonin që nënvlerësojnë. Njonin që e respekton shumë, te. Njonin që e nënvlerësojnë, dhe njonin që si pas teje e mbi vlerësojnë krejt. Hajde të shojmë qysh po përgjigjesh. Që zilja po bën, ka të kurdush. Allah! A mëj me ditë ku shon telefon? Ma ka që e-mail, këma herë, Po, që ka po të vynë këta 3 emra? Që ka të krymë punë? Ka në respektoj unë? Po kujt janë një ka në respektoj? Okej, unë e respektoj Ledion Liq, unë e respektoj shumë. Pse, tash më spyt pse, po qashtu. Ka në, qysh? Ka në mbi vlerësojnë krejt? Ka në mbi vlerësojnë krejt? Unë e menoj që e mbi vlerësojnë Arbana Osmanin. Krejt. Po. Menoj që e mbi vlerësojnë tash. A ka vlerë, as ka vlerë, nuk e di unë. Edhe një, kanë e nënvlerësojnë. Kanë e nënvlerësojnë. Të janë një spi meje... Pisan, të janë një sërën. Jo, pak hajgore. Menoj që e nënvlerësojnë, kanë e nënvlerësojnë. Valave... kanë e nënvlerësojnë. S'po di çfarë emri në tonë, po... Pelo emrin tem punë e madhe. Hajt. Tani, po. Po. Qa kena për Santin që ty? Santi ta shty shumë interesant. Ka me tirë sot dikush në telefon një këngëtar. Këngëtar? Po, një këngëtar. Kush është ai këngëtar? Ka dalë, mërë Pyte kur ta qelish telefonin, edhe thotë, a je gatshme me hinë industrinë e muzikës, me bo një bashkëpunim, se më do këtë që kënon shumë mirë. A prana? Do më thonë, që këtë është pyetja që kam ta bote. Që po pyet. E kushtë në rejde. Veç më s'ja këna të mankushë. Po, Sante. Pipeden ku ki thirë, a Sante? Po. A, mos me kallëzu kush ja? Okej. Ane. Mane, unë si të nali telefonin kallëzoj kush i unë. Jo, nuk jam në këngëtare. Unë kom qef me kënu, po s'kom qef me ju shpik zanatit, si plët këto. Veç qefi edhe mundësia në dysanet të ndryshme. A din qka? Po. Po, mëre për qef pëse jo? Një kongë. Po, me shumë qef. Ani. Okej. U kry. Që po foli edhe me Robertin, të kallëzoj për pak. Mix master, dhe banë këtë. Aj, qa. Qëta është kallëzoj për shkenë. Po është zotin. Do më thonë Se mos përshkran shumë. me hinë muzikë. Qëre, unë shumë më pëlqen shumë me kënu, po unë si jam këngëtare. Po ti e dërë muzikën E edhe du ke muzikën se jam rregull edhe balltare, vetë, ta po tash dim mi ku i jemi. kësaj pune. Jo, është mëre, ko për shfarë, gja, se si shpik në unë e zanatit huj. Muj me këty, ama Kur me se ka kënu po jo. zanat, e ka bo. Jo, me që kur ti shpikën qëto, pikën tërën, mu së më pëlqen. Edhe e re e, 17 vjenë. Si me më thirë mu, Robert, apo jenë me lu futbol? Po, hajde. E qa kishe pas qef me bo nëse... Nëse jo muzikë. Po. Qysh?
Si mu që ma bane pytjen si gazetar. Ja, jo, në emision të amina, unë një morë të ti. Se qëta shina të shëndriti, Ta po. shina të hongë, jena në hebë. Unë e fort kam qef mu bo Rambo njera. Unë që kisha pas jetë më bua, nëse si shakon që të ko jam. Doktoresh. Wow. Po është zotin. Po. Astutush, a? E kom andër. Po, për në me? Doktoresh e cilës tani? Neurologji. Wow. Kom qenë trunin. Bo mirë që të pas na vetë, astutush, a? Ty li partijin të jenë aty. Po dëpse, shumë mirë, shumë nice. Po ta shukrya ajo pjesë, ta shsmoj mu. Jo, për mjekës si edhe shumë, Gatë tamam për shumë. 7-6 vjetë që kështë t'i Daj, bëhu. Ta man trunin kështë të operu. Shëndriti Ti qa kështë pas qef mu bo? Unë qa kësha pas qef mu bo. përveç Rambot. Përveç e Rambos, profesion tjetër. Ginekolog. Jo. Profesion... Aha? Ama më zmenqua të të analizat e të ato të këto atë në kërgjo. O jo, bre, Hapi, doktor i dhipit. Qaq. hapi klopat se të shtimi numër pa njefshëm qëto. Profesori matematikës, gjys. Ja, përveç muzikës, s'kësha ditë kur daj sen qka me zjetë të tërsen. Jo se këtu të fort për pi spitaleve, doktora, s'ka pi që e profesionale. fesë. Tjere, Industri që i kap ka gjalla mirë, për shumë këngëtar, hin, dun filma, ban teatr. Artist. Po, artist. Media Rose. Je artist. Me grot trosha, cullak, fort kësha posh. Ishte knaci, shëndrit, po dhe shpesej që ki kalu dhe ti mirë me neve. Faleminderit që Robi plakët pjesë këto vetë, e shifemi të premtën tjetër, diaspora ju presim.